Nuk po e duan Nën Terezën në Pej. Një grup qytetarësh po e kundërshton me peticion vendimin e marrë nga Asambleja Komunale për ngritjen e shtatorës së humanitarës në qendër të këtij qyteti. Nuk e duan Nën Terezën e Pej. Me të marrë vesh se komuna mori vendim për vendosjen e shtatorës së saj këtu në qendër të qytetit, një grup i të rinj shpëjan filluan aksionin. Ata po bëjnë peticion kundër këtij projekti dhe thirrjes së tyre thonë se po i përgjigjen shumë qytetarë. Parafërsisht do të thonë janë bërë afër 6.000 nënshkrime që qytetarët kanë shprehë kundërshtimin ndaj kësaj shtatores. Zhita thot se vendin që do ta zë ky bust e meritojnë njerëz që kanë kontribuar më shumë se nobelistja shqiptare. Ne më së shumti kemi marrë iniciativë që të vendosin ata që na sollën pavarësinë e Kosovës, siç janë, domethënë Adem Jashari. E thot se në rast se komuna nuk i dëgjon, do të organizojnë protesta, bile do t'i drejtohen edhe gjykatës së Strasburgut. Ndërsa qytetarët pejan kanë mendime të ndryshme sa i përket kësaj ideje. Është një figurë shumë e shenjtë për popullin shqiptar. Ma shumë kisha pasur me qitë barbusi dikur që ka bo për peje ma shumë, kupton? Diçka që simbolizon peje ma shumë. Na dojmë qelbrim, na dojmë ikon, statoja kena bollë. Ndërkaq komunarët thonë se vendimi për shtatorën u marrë me votim unanim të Asamblesë Komunale, pas kërkesës së Kishës Katolike Shqiptare dhe një grup biznesmenësh nga Amerika. Nënkryetari Shevqetuka pranon se nuk ka pasur diskutim publik lidhur me këtë çështje, ndërsa nuk përjashton mundësinë që vendimi të rishqyrtohet nëse kjo shkakton probleme.